Në spitalet e vendit janë të shtruar 22 pacient, të gjithë në gjendje stabile, prej të cilëve 8 lëshohen për trajtim shtëpiak, njoftoi ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Sot i lëshojmë në gjendje të përmirësuar dhe më të mirë 8 pacient, kështu që në Shkup në të gjitha spitalet do të mbeten vetëm 14 pacient. Lajmet mira edhe për pacientët të cilët mjekohen dhe shërohen jashtë vendit, mbeten vetëm 91 pacient jashtë vendit, sepse sot kthehen 9 pacient, 3 prej Hungarie, 2 prej Italie, 1 prej Athine, prej Greqie, 1 prej Beogradit dhe 1 prej Suedie. Taravari edhe njëherë ka ritheksuar se qeveria po mbulon të gjitha shpenzimet për të lënduarit, duke përfshirë edhe shpenzimet për 2 anëtarë të familjes të secilit pacient që po trajtohet jashtë vendit. Za site pacijenti lekuanje to je besplatno, 0 denari. Za site pacijenti po 20 členovi od semejstvata je obezbedeno avionska karta, ili ako otišli su autobus ili su drug vid na transport je obezbedeno, plus je obezbedeno i smestувањето за 20 од семејството на било кој пациент. За сите. Për pacientët në gjendje kritike, ministri tha se disa analiza laboratorike tregojnë përmirësim në krahasim me ditët e kaluara.